Aleksandri lindi me 20 korrik 356 para son në Maqedoni, një mbretëri e vogël, por ambicioze në veri të Greqisë. Ai ishte i biri Filipit të dytë të Maqedonisë dhe Olimpias, një grua e fortë e devotshme ndaj miteve. Baba i tij ishte një mbret i fuqishëm, që e ktheu Maqedoninë një superfuqi ushtarake. Që në vegjëli, Aleksandri u dallua se ishte i veçantë. Ai nuk ishte vetëm i fortë, por edhe i zgjuar. Që nga fëmiria, Aleksandri nuk ishte si fëmijët e tjerë. Ishte i pangopur për dije, i pangopur për madhështi. Kur mbreti Filipi II e pa djalin e tij duke zbutur kalin Bucephalus, një bish që askush nuk mund ta kontrollonte, ai tha: "Biri im, ti do të duhet të gjesh një mbretëri më të madhe se Maqedonia, sepse këtu nuk ka vend për ty."